dy parti, të cilat nuk do t'i mbështetesja kur në jetën time, edhe po të më siguronin jetën edhe për brezat të arshëm të mitit, janë Partia Demokratike e Kosovës edhe AAK-ja. Këto dy parti, unë e besoj që shumë janë duke marrë vota në raport me ato që kam rejtojnë. Për LDK s'po flas për shumë gjendën që lanë ka. Çka më kthy vjusa në LDK? Ka dalë më zugot? Ndëgjë, unë Jo, s'po ndëgjoj, më po më kthy vjusa në LDK. Tash ta përgjigjem. Unë jam për krahas i fuqishëm i vjusës së Albinit. Ka njerëz që mund më dëshpëruar ndoshta për brenda lëvizjes, po asnjëherë nuk do të thotë që nëse më dëshpërohen me një person për deputeta ministër në lëvizje, kjo me direkt me Albinit. E vërtet. Ta vesh me Viktorin me kush është në listën guxë kryetare, është Vjosa, është Donika. Se gjushin disa një kohë njëna tjetës. Aty janë dy bashkë kryetarë, është zonja Donika Gërvala Shvarz dhe zoti Fatën Peci. Fatën Peci o kryetara, lo? Bashkë kryetarë. Bashkë kryetara. Po, janë bashkë kryetara. Shko një kryetara? Ashtu funksionon Partia Guxë. Do më thonë, s'është një kryetare tjerë dhe në kryetare së kur të tjerë? Dihet, bëtnisht, do më thonë, ka dhe në kryetarë, ka disa në kryetarë. Kush është njënë për ty a jeti? Jo, nuk jam pjesë strukturat partisë ende, pasi që dihet, kam hyrë vetëm si kandidat. Çka po përni me jetë që të Donikës një? Ka që dosje Donika në hogë që shpëthojnë e? Ja, çfarë qumi. Ja, nuk duhet të... Pa e kish pason që i kumë qumë një vend? Jo, bre, ajo usqaru, do më thonë, këtë çështje usqaru nuk ka që dosje në Hagë. Donika nuk e banë, Donika është vajza e një prej herojnëve më të mëdhenj të Kosovës, është vajza e Jusuf Gërvallës, i cili dihet veprimtaria e tij, pastaj është mbesa e Bardash Gërvallës, do më thonë, po flasim për një familje, një prej familje më të patriotike që i ka pas dhe i ka ky vend, edhe duhet gjithmonë të thirremi në ato vlera e të mos nxjerrim shpica këtë vetëm sa për më bo zhurma, klikime të ndryshme apo për më marrë në i vot, se nuk i bojmë derë mas pari Kosovës e mas anej as familjes Gërvala, ashtu me radhë. A ki diçka me thonë për rrymë se veçhinja me qiri burë stahë ku gjo? Pse me qiri një gjatë? Kështë thonë më heret po më dërprej edhe sora që po kemi reduktime edhe pustimet për rrethën energjisë elektrike dhe kekit vazhdimisht simpatizues të partive opozitore po na thojnë edhe herën e 600. Ata do kompensojnë edhe numrin e 6 në qirin të. Pa ja le të i fojnë për shkakun vetëvenduese që punon në rrymë. Thonë poshtë një emisioni thash më herët Viktorit aty në Kos ishin bukur familjarë. Fojnë kryesor, besoj që kanë ish pushtetet e kaluame, po edhe këta partia që unë e përkraje. Nuk janë për mashallah. Jo, nuk pam për mashallah, po nuk mund edhe krejt ashtu me ik forcë, se na shqiptarë si zakonisht çdo herë mundohem me atribu fojnë njëri tjetrit. Asnjëherë nuk qyren me pranuar një pjesë fojt. Po fojnë kryesore kanë ata që e kanë shit kekën për një çmim mendej shumë qesharak, 26 milion euro, kur dihet se në tregun ndërkombëtar distribucioni i kekut është vlerësuar me një çmim prej rreth 563 milion. E ta shesash për 26 milion, edhe sa ta ankohesh. Sadri, në Kosovë ekziston një zinxhir i sistemit elektroenergjetik. Edhe të gjitha janë të pavarme, pos keku që është pronë shtetënore, kompani publike, mirë po tjerat, zyra regulatorit e energjisë elektrike është institucion i pavarë, një themelum prej kuvendit Kosovës, e para. Pastaj vije kosti që është prapë funksionon në ombrellën e kuvendit të Kosovës. Shumë për e keni poni me të qësi kustja, zërëia, kush në në rrimë bura për me di. Kompani e reguluar nga zyra regulatorit e energjisë. Qashtë e keni bo shumë që e di me është me ditë ka kush për të nëllë. Është Kedsi, Kesko, dhe Kesko është me pagu. Asnjë nga këto kompani. Cila ta nëllë burë, asnjë nga këto kompani që e nëllin drang ose zdrang nuk janë në ingerencat e qeverisë të Kosovës. Pra po flasim, dy janë kompani shtetënore. Kesko, Kedsi, Qikatezës, plët kanë lënë. Pse kështu? A këtë buhet e njën qështu, Viktora? E kam kry bre me energjisë. A në dhe po të qysh, apo këpëtan burë. Shikon me këtu, kështë ja shoh emisioni, mi thonë vetët Alberti, Bledi, unë e vetë në burë. Kjo është regulativ evropiane. Dhe me thonë, ne duhet të ecim në përputhje, në sinkron me
Evropën sa i përket çështjes së energjisë, pasi që ndryshe nuk mund të jemi pjesë e tregut evropian. E pse ZRI-ja më na hyp çmimet e kosti, shembull. Po se ZRI-ja ka obligim atë punë. Po, a? Po. E kosti çka ka obligim? Kosti ka ato farë shtylla pensionit nalt. Po. Ato të Keku çka ka obligim? Keku prodhon. E prodhon rrymën. E Kesko? Kesko i furnizon qytetarët me rrymë. Po i merr parat, domethënë. Po, jo merr edhe parat, po. Ta shpjegojmë se unë e di, po ta shpjegojmë. I furnizon, jo dërgon faturat njerëzve edhe. Keku ti shkojnë gurdnoret rrymë. Zoti i vraf Kekun, apo ti. Ta shpjegojnë gjithë. Morë mos të më shojnë mu për tjerë. Edhe ne ju bëjmë dije, domethënë për ato të Albertit. Albert